pak e rëndësishme, fjala shkon ambasadorit Xhanieri që është drejtues i misionit të vëzhguesve të Odirit. Faleminderit Katja, pikë së pari do doja të shpreja vlerësimin tim për autoritetet shqiptare për vëzhgimin e këtyre zgjedhjeve parlamentare dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer gjatë vëzhgimit. Falenderimet e mia shkojnë gjithashtu për koordinatoren e posaçme Farah Karimi dhe partnerët nga Asamblea Parlamentare e OSBE-s, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe Parlamenti Evropian për bashkëpunimin e shkëlqyer. Do doja gjithashtu të falenderoja ngrohtësisht edhe popullin shqiptar për mikpritjen, për të qenit të hapur, për takimet që kanë pasur me mua dhe me ekipin tim në disa vende gjatë periudhës zgjedhore. Dhe do doja gjithashtu të ndaja me ju në nivel shumë personal dhe fjalët e koordinatores së posaçme e cila vlerësoi angazhimin e popullit shqiptar nga shumë këndvështrime në këtë proces zgjedhor, pra angazhimin e votuesve brenda dhe jashtë vendit, pra angazhimin e tyre për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Atëherë, unë kam mbërritur këtu në fund të marsit, ne filluam vëzhgimin formalisht në 2 prill, e mbani mend që patëm një konferencë për shtyp në atë kohë, shumë shpejt më pas, erdhën 26 vëzhgues afatgjat, ata vëzhguan zgjedhjet në 13 vende, në vend, 13 zona. Misioni i vëzhgimit të zgjedhjeve më pas u zgjerua me një numër të madh vëzhguesish, pra 240 ishte numri total i vëzhguesve, plus rreth 130 vëzhgues nga asamblet parlamentare, pra ishte një mision i madh vëzhgimi. Këto zgjedhje u zhvilluan, siç e përmendën edhe të tjerët, pas disa ndryshimeve të sistemit zgjedhor dhe pas futjes për herë të parë të votimit nga jashtë vendit, duke i bërë këto zgjedhje një gur të rëndësishëm themeli për këtë vend. Pavarësisht disa ndryshimeve në sistem, rekomandimet më parëshme të Odirit mbeten ende të pa adresuara dhe ende nuk ka pasur një reformë elektorale gjithëpërfshirëse. Odiri vazhdon të jetë i gatshëm për të vazhduar bashkëpunimin me Shqipërinë për zgjidhjen e këtyre çështjeve ende të pazgjidhura. Ashtu sikur se e përmenden edhe të tjerët, ne pam se përgatitjet për zgjedhjet ishin përgjithsisht eficiente dhe të menaxhuara mirë, duke përfshirë dhe përgatitjet për votimin nga jashtë. Patëm një bashkëpunim shumë të mirë me KQZ-n, ne pam se administrata zgjedhore ishte transparente, përgjithsisht në përputhje edhe me afatet ligjore. Komisioni bëri edhe fushat informimit të zgjedhësve duke adresuar popullatën në përgjithësi, pakicat kombëtare, zgjedhësit me aftësi të kufizuara dhe zgjedhësit jashtë vendit. Megjithatë, në ditën e zgjedhjeve ne pam re se kishte zgjedhës që ishin të pafamiliarizuar, që nuk e dinin se si të votonin në disa qendra votimi. Pam gjithashtu edhe trajnimin e komisionerëve dhe pam se edhe trajnimi mund të ishte më konsistent dhe më efikas. Votimi elektronik dhe numërimi elektronik u pilotua edhe në bashki të përzgjedhura, ne pam dhe demonstrimet që u bën para ditës së zgjedhjeve. Megjithatë, vëzhgimi në qendrat e votimit që përdoren këto pajisje pra tregoi nevojën për përmirësimin e informimit të zgjedhësve për përdorimin e këtyre pajisjeve në të ardhmen. Kjo është e rëndësishme, sidomos duke pasur parasysh që ky pilotim presupozohet të shkojë deri në 10% të elektoratit. Vëzhguesit tanë afatgjat patën mundësi të shihnin disa aktivitete zgjedhore në fillim të fushatës. Fushata përgjithsisht ishte e qetë, por pati vazhdimisht sulme mes drejtuesve kryesor të partive politike, sidomos online, që reflekton edhe mjedisin politik që tregon një polarizim të jetë të madh dhe mosbesim. Një rol të rëndësishëm i vëzhguesve afatgjat është edhe ndërveprimi me popullatën lokale. Ne kemi dëgjuar
dërguar vazhdimisht shqetësime për presion ndaj në punësve të administratës publike, për dorim të burimeve shtetërore, që u pa edhe nga vetë vëzhguesit në shumë raste, duke përfshirë edhe në aktivitetet e mëdha ku u shpallën programe të mëdha edhe një ditë para ditës së zgjedhjeve apo falja e gjobave. Këto praktika i dhanë një avantazh të padrejtë partisë në pushtet, duke çuar në kushte të pabarabarta garimi. Ne monitoruam. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve monitoroi vazhdimisht, ne kemi marrë disa shqetësime për disa shkelje. Si zhvillim pozitiv, mund të themi se SPAK-u ngriti një task force për hetimin e krimeve zgjedhore, si dhe platformën online për raportimin nga publiku. Kjo përfshin edhe mundësinë që prokurorët dhe hetuesit të kenë mundësi të bashkëpunojnë me autoritetet lokale, bashkë me vëzhguesit afatgjat, si në Tiranë, ashtu edhe në vendet të tjera ne patëm takime me ta. Fushata në rrjetet sociale mbetet e parregulluar. Partitë politike e nënshkruan një kod etike duke promovuar një fushatë digjitale etike, megjithatë pikpamjet e amplifikuara në rrjetet sociale ishin të dukshme dhe nuk patën një autoritet për të monitoruar përmbajtjen manipuluese online. Disa parti politike, përfaqësues të tyre, ju ankuan misionit dhe mua personalisht për ndalimin e TikTokut nga qeveria 2 muaj para zgjedhjeve. Argumenti i tyre ishte që kjo ka ndikuar negativisht në fushatën e tyre. Financimi i fushatës mbetet një sfidë e rëndësishme në kuadrin ligjor aktual dhe jo efikas, që nga 2020 ka pasur vetëm ndryshime të kufizuara lidhur me rregullat për financimin e fushatës. Rekomandimet kyçe të Odirit në këtë fushë mbeten të pa adresuara dhe kjo vazhdon të ndikojë në transparencën e përgjithshme të financave të fushatës zgjedhore. Ajo çka është pozitive është që KQZ-ja e shpërndau në kohë fondet publike që i lejoi kandidatët të shfrytëzonin ato në kohën e dur. Sa i përket medias, ne folëm me shumë gazetar, redaktor dhe përfaqësues institucioneve të tjera. Për të plotësuar konstatimet tona, ne bëm edhe monitorim të zgjeruar të medias. Në raporti do të japim të dhëna të sakta për mbulimin e mediave, të disa organeve mediatike, si dhe një mbulim të tonit të përdorur në fushat. Partive politike ju dha pothuajse 2 herë më shumë kohë se partive të tjera dhe 2 partitë mëdha politike ishin ato që dominuan edicionet informative. Pati probleme me integritetin e mbulimit, u pa se kishte materiale filmike të ofruara nga vetë partitë politike dhe jo nga gazetarët. Për fat të keq, monitorimi dhe raportimi nga AMA tregoi se ishte i pamjaftueshëm. Pra nuk gjë që përbën shqetësim për pavarësinë e kandidatëve. Dita e zgjedhjeve në përgjithësi ishte e qetë dhe transparente. Vëzhguesit tanë panë se votimi në përgjithësi në shumicën e qendrave të votimit ishte i rregullt, megjithatë në shumë qendra votimi procedurat nuk u ndoqën si duhet dhe kjo çoi në disa vlerësime më negative. Pati parregullsi serioze në ditën e zgjedhjeve, sidomos një numër incidentesh intimidimi të vëzhguesve të partive, pati persona që ndërhynin në qendrat e votimit dhe pretendime për shitblerje vote. Aksesueshmëria e qendrave të votimit për persona me aftësi të kufizuara mbetet një problem. Vëzhgimi i votimit dhe i procesit vazhdon, por pam që transmetimi i të dhënave rezultateve nga qendrat që përdoren mjetet elektronike u anullua dhe u pati vonesa në dërgimin e votave nga jashtë shtetit. Unë doja të theksoja se zyra OSBE-s për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut do të vazhdojë të qëndrojë deri në 22 maj në Shqipëri për të ndjekur edhe procesin e apelimeve dhe ankimeve. Raporti ynë përfundimtar do të publikohet pas disa muajsh. Më lejonin që ta mbyll duke falenderuar vëzhguesit tanë afatgjat, vëzhguesit tanë afatshkurtër në gjithë vendin dhe në fund doja të falenderoja anëtarët e ekipit tim këtu në Tiranë. Falenderimet e veçanta i shkojnë stafit tim lokal për kushtimit të tyre, punës për orë të gjata me këtë mision vëzhgimi. Ju falenderoj për vëmendjen.
Faleminderit për vëmendjen.